Nëse vuani nga diabeti, ja 5 ushqimet që duhet të hani për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë, por jo e pamundur. Prandaj, çdo frut ose perime që konsumoni duhet të jetë i duhur për dietën tuaj. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet të cilat mund t'i përfshini me patjetër në dietën tuaj dhe të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Sipas ekspertëve të Healthline, në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të rutinës tuaj të kujdesit për të menaxhuar më mirë luhatjet e sheqerit në gjak. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në krye të listës qëndron peshku. Peshku është një nga produktet më të rëndësishme dhe më ushqyese që mund të përfshihet në dietën tuaj ditore. Peshku është një nga produktet më të mira, prandaj salmoni e sardelet açuget janë burimet më të mira të yndyrnave omega-3, DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë kështu me shëndetin tuaj të zemrës dhe mund të ofrojnë një zemër më të shëndetshme dhe të menaxhojnë më mirë luhatjet e sheqerit në trup. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet t'i konsumojnë këto lloje të peshqve pasi janë të predispozuar që të mos preken gjithashtu edhe nga komplikacionet e shëndetit tuaj të zemrës. Këto acide yndyrore mbrojnë qeliza dhe reduktojnë gjithashtu inflamacionet në shëndetin tuaj, duke përmirësuar edhe qarkullimin e gjakut dhe duke ndihmuar më mirë kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Të gjitha të gjelbrat mund të jenë të mira për personat me diabet. Perime të tilla siç është spinaqi, lëmpjeta, gjithashtu sallatat janë plot me vlera dhe me pak kalori. Duke qenë se ato treten lehtë dhe shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në trupin tuaj dhe mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitaminën C, që luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit, gjithashtu edhe në nivelin e tensionit të lartë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet në dietën tuaj është gjithashtu edhe kanella. Kanella është e pasur me nivele të larta të antioksidantëve, të cilët do të mbrojnë edhe shëndetin tuaj të syve. Studime të shumta mjekësore tregojnë se kanella mund të ulë gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshëm situatën tuaj, duke përmirësuar kështu edhe luhatjet e insulinës në trup. Një tjetër studim vuri re se përfshirja e kanellës në dietën tuaj mund të jetë një menaxhuese shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit dhe niveleve të triglicerideve. Edhe vezët janë të mira për personat që kanë luhatje të sheqerit. Vezët janë një paketë me vlera të larta ushqyese, përveç se ju mbajnë më gjatë më të ngopur. Nëse konsumohen rregullisht në bazën tuaj ditore, ato mund të ulin në riskun e prekjes nga sëmundjet të zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të niveleve të kolesterolit në trupin tuaj, duke u kthyer në një aleat të vërtet kundër këtyre komplikacioneve. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet fare lehtë në dietën tuaj është edhe kosi. Kosi pa yndyrë dhe pa sheqerna. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mira për personat të cilët kanë luhatje të sheqerit në trup. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit do të ekuilibrojë nivelin e sheqerit dhe do të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet të sëmundjeve në zemër, falë probiotikëve që ai i përmban me shumicë. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon edhe për të rënë nga pesha dhe ndihmon gjithashtu për një sistem më të mirë imunitar. Ndaj, personat që vuajnë nga diabeti, kosin pa yndyrë dhe pa sheqerna të shtuar mund ta kenë aleat të mirë të shëndetit të tyre, përsa kohë është i freskët dhe nuk është i procesuar. Edhe arrorët janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj kundër diabetit. Arrorët janë gjithashtu të shijshëm dhe të pasura gjithashtu edhe me vlera të mira për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë dhe konsumi rutinor i tyre arrin të reduktojë inflamacionet dhe gjithashtu të përmirësojë shëndetin tuaj kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të përfshihet në dietën tuaj është edhe konsumi i brokolit. Brokoli tashmë shumë i famshëm edhe për vlerat e tij ushqyese.
mund të luajë një rol pozitiv edhe në menaxhimin kundër luhatjeve të sheqerit. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e niveleve të insulinës në gjak dhe ndihmon edhe në mbrojtjen e qelizave, gjithashtu nga radikalet e lira që prodhohen gjatë procesit të metabolizimit. Vaji i ullirit është një tjetër produkt fantastik ushqyes për të gjithë ata persona që kanë luhatje të theksuara të sheqerit në trupin e tyre. Vaji i ullirit ndryshe quhet edhe balsami i zemrës. Ai do të përmbajë yndyrna të cilat i ndihmojnë në prodhimin e substancave HDL, që është të parë se në shifra jo të larta ato mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë kundër problemeve siç është luhatja e sheqerit në trupin tuaj. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut, gjithashtu edhe në qarkullimin për një shëndet më të mirë të zemrës. Ndaj, nëse doni që t'i bëni ballë këtyre komplikacioneve dhe të mos ndesheni me dëmtime të tilla të shëndetit, atëherë rregullimi i dietës suaj ushqyese mund të jetë çelësi drejt një menaxhimi më të mirë dhe lehtësues kundër luhatjeve të sheqerit në gjakun tuaj. Perimet. Perimet të tilla si spinaqi, lëmpietat, sallatat janë në plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se ato treten lehtë nga organizmi, atëherë mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e perimeve sa më të freskëta, për sa kohë ato janë një zgjedhje e parë ushqyese, mund të jenë një menaxhuese shumë e mirë kundër luhatjeve të sheqerit. Gjithashtu është e rëndësishme që dieta të jetë individuale dhe të jetë konsultuar gjithashtu me mjekun specialist për të përzgjedhur produktet e duhura të cilat do ta mbështesin më mirë edhe organizmin tuaj kundër luhatjeve të pakontrolluara. Për të mbajtur larg problemet e sheqerit, duhet të rregulloni dietën tuaj si duhet. Prandaj, sa më shumë ushqime të mira të shtoni në dietën tuaj, aq më pak komplikacione do të keni. Perimet pa nisështe mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Mbusheni pjatën tuaj me perime pa nisështe, të cilat mund të rezultojnë të dobishme kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të menaxhojnë më mirë gjithashtu edhe këto komplikacione. Perimet të tilla kanë nivele të larta të ujërave dhe elementeve ushqyes që ju mbajnë të ngopur gjithashtu për një kohë më të gjatë, e cila është shumë e rëndësishme në betejën kundër luhatjeve të sheqerit të lartë. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa nisështe janë të mira, megjithatë ato me gjethe të gjelbër përmbajnë më shumë vlera dhe ushqyes. Nga një analizë e bërë gjatë studimeve të mëparshme, shkencëtarët britanikë zbuluan se konsumi 1.35 racione me perime të gjelbra lidhet me një risk 14% më pak për zhvillimin e diabetit të tipit 2, krahasuar me vetëm 0.2 racione në ditë. Frutat gjithashtu të zgjedhura si duhet në dietën tuaj mund të jenë një mburojë shumë e mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Frutat janë të mira për njerëzit që rrezikojnë nga diabeti, vetëm se nuk duhet ta teproni dhe t'i konsumoni ato në formën e lëngjeve ose të smoothit, pasi mund të ndikojnë në drejt për së drejti në një rritje të pakontrolluar të niveleve të sheqerit në gjak. Edhe drithrat mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit të rriten më ngadalë pas një vakti dhe të ulet risku për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Fibrat që gjenden ngadalësojnë në procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën për insulinë. Drithrat përmbajnë lëndë ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore që mund të ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Thjerrzat janë një tjetër produkt fantastik që mund të ndihmojnë shumë në aspektin tuaj shëndetësor, përsa kohë nuk teprohet me konsumin e tyre. Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave dhe ata të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat të cilët kishin konsumuar në dietën e tyre bishtajore, sidomos thjerrzat, ishin më pak të riskuar që të vuanin nga luhatjet e sheqerit në gjak, krahasuar me njerëzit që nuk i konsumonin ato. Zvendësoni gjithashtu gjysmë racioni me vezë, bukë ose oriz me thjerrzat dhe gjithashtu do të merrni vlerat e tyre ushqyese në menaxhimin më të mirë kundër luhatjeve të tilla.
Yndyrnat e shëndetshme gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për rastin tuaj. Andaj, sa më mirë të pasuroni dietën tuaj me produkte natyrale, të konsultoheni me mjekun specialist, aq më të lehtë do ta keni menaxhimin kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Proteinat e lehta janë një tjetër alternativë shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj. Ato ju mbajnë të ngopur për më gjatë, dhe kjo do ju bëjë që të reduktoni dëshirën për ushqime të pakontrolluara, të cilët mund të nxisin luhatjet e sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, konsultohuni me specialistin për të përzgjedhur dietën e duhur specifike enkas për ju për të menaxhuar më mirë gjithashtu luhatjet e sheqerit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.